Dhe për gjitha diskutimet që kanë pushtuar samitin e NATO-s që po mbahet në Hag, do të diskutojnë në këtë moment me mua në një komunikim të drejt për drejt, do të jetë Nirvana Delio. Ju përshëndet Sonja Delio, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, kënaqësi. Komentin e parë dua për të gjitha punimet dhe për qëndrimin e këtij samiti shumë i rëndësishëm në një kohë me konflikte të shumta të shpërndara në një pjesë të mirë të globit, i nevojshëm në gjykimin tuaj dhe çfarë prisni që të ketë si rezultat në diskutimin e 5%-shit që ka deri më tani? Është i nevojshëm, vjen në një moment vërtet delikat ku ndodhet në fakt marrëdhënie dhe situata ndërkombëtare, ku sot kemi shumë vatra luftrash dhe konfliktesh, të cilat normalisht që e bëjnë edhe më sfiduese, por e bëjnë edhe më të nevojshme pikërisht takime të tilla dhe samite të tilla për të shprehur në radhë të parë nevojën për një bashkëpunim më të madh ndërmjet vendeve, por edhe nevojën siç është shprehur dhe po shikohet dhe gjatë këtyre 2 ditëve të takimit të NATO-s për përgatitje më të madhe në kuadër të armatimit, por edhe të mbrojtjes. Në fakt ka qenë ajo që thatë edhe në kronik, pra fokusi ka qenë pikërisht tek një propozim që është bërë nga ana e presidentit amerikan dhe tashmë duket që po kthehet në një premtim nga ana e vendeve anëtare të NATO-s për një rritje të shpenzimeve që të kapin vlerën e 5% të QTP-s deri në vitin 2035. Pra, është kjo një nevojë që vjen në radhë të parë për shkak të agresionit rus dhe për shkak të një konflikti që ndodhet pra në kontinentin evropian, kur nga ana tjetër duhet kujtojmë që nga 32 anëtarët të NATO-s, 23 anëtare janë vetë vendet e Bashkimit Evropian, duke bërë kështu një vend apo një rajon shumë relevant edhe për sa i përket rritjes së bashkëpunimit ndërmjet këtyre 2 organizmave të themi pra të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Dhe në fakt në të burare në fakt ka një fokus shanse domos ndaj një bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian dhe rritjen e edhe të përfshirjes të vetë presidentes të Komisionit Evropian, zonjës Ursula von der Leyen, që ishte edhe pjesë e deklaratave përshtyp së bashku me sekretarin e përgjithshëm, por dhe me ish kryeministrin holandez zotin Rutte. Nga raportimet që kemi deri më tani ka qenë Spanja e cila ka refuzuar në një lloj mënyre këtë rritje prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto, megjithëse nëse i referohemi deklaratave të fundit, presidenti amerikan Donald Trump thotë se është shpresë plot që të paktën në punimet e ditës së sotme të arrihet një miratim për gjitha vendet anëtare. Si është një qëndrim të tillë të Spanjës dhe çfarë ndikimi mund të ketë nëse deri në fund nuk do të kemi, po themi, tymin e bardhë për këtë vendim? Në fakt është e vërtet, sepse dhe si u shpreh dhe vetë zoti Rutte, NATO ashtu si dhe BE ajo gjithmonë për NATO në fakt është një nga ato organizma që për çdo vendim do të kërkohet unanimiteti, pra do të kërkohet që të gjitha vendet anëtare të jenë dakord për të bërë të mundur që të realizohet apo të arrihen rezoluta apo vendime për cilat ata po i diskutojnë. Në fakt edhe vetë zoti Rutte dje u mundua që ta bënte pak jo kaq dramatike apo jo kaq të rëndësishme me këtë deklaratë apo këtë qendrim të Spanjës, duke u shprehur që mund të kemi edhe nevojë për ndonjë bisedë kokë më kokë apo ndonjë le të themi një diskutim më diplomatik me Spanjën në kuadër me atë se çfarë është shprehur pra presidenti Sanchez në lidhje me 5%, i cili në fakt duhet thënë që ishte deri diku dhe një shprehje pak e rëndë, duke i quajtur të pa logjikshme dhe të pa nevojshme, edhe pse sot gjithmonë më shumë po flitet që Europa, por bota ndodhet tashmë në një moment shumë të rrezikuar, duke qenë siç e thamë më në fillim, pra për shkak të gjitha këtyre konflikteve dhe vatrave të konflikteve që janë tashmë të hapura, duke e bërë nga ana tjetër edhe një pikë pyetje, a është NATO në fakt e mundur apo gati për t'i përballuar dhe për t'u përgjigjur të gjitha nevojave që do të vinë nga aleatët apo nga vendet bashkëpunëtore në këto konflikte, siç është pra jo vetëm Ukraina, por edhe konfliktet e tjera tashmë që ne jemi dëshmitar. Kështu që në të drejtim do duhet parë se si do të funksionojë diplomacia, se si do të funksionojë mënyra e
qasja që do të ndiqet pra për Spanjën për të bërë të mundur që të kemi sot një përgjigje pozitive nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Në fakt bëhet fjalë pra siç e tham për një periudhë deri në 2035 për ta arritur këtë objektiv, kështu që mbase sot mund të merret një premtim në parim dhe më pas në vazhdimsi mund të shikohet dhe si do të implementohet. Po ju e prisnit një qëndrim të tillë të Spanjës? Në fakt nuk është se mendova që do të kishte ndonjë nga vendet që do të ishin ose të paktën do ta kundërshtonin në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë siç ishte rasti i Spanjës, sigurisht që do të kishte nevojë që të diskutohej, të argumentohej dhe të analizohej pse ky objektiv dhe si pritet të arrihet, por nga ana tjetër normalisht që mund të shikohen pra që her pas here dalin edhe disa qëndrime për të treguar që edhe një organizëm i tillë si NATO, të cilët i bashkon një objektiv dhe një qëllim i përbashkët të gjitha këto vende, prap mund të ketë raste që vendet të caktuara të dalin dhe të mbajnë një qëndrim deri diku të kundërt. Kemi parë vende si Amerika që ka dhe një pushtet shumë të madh që mund të dalin dhe mund të jenë pak më me tone të ashpra apo edhe më radikale në qëndrimet e tyre, sidomos me presidentin Trump tashmë, dhe nga njëra anë bëhet edhe kuptueshme pasi janë dhe një shtet shumë i fuqishëm, por më pas rasti si Spanjës do duhet parë me kujdes se si do të procedohet dhe që do të arrihet që sot të arrihet një unanimitet nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Ajo çfarë do doja të theksoj nga ana tjetër është që edhe vetë Bashkimi Evropian tani gjithmonë më shumë po fokusohet në politikën e saj të mbrojtjes dhe të sigurisë, nuk është një politikë e mirëfillt që Bashkimi Evropian e ka pra, por po mundohet që gjithmonë më shumë të fokusohet në këtë proces ku u prezantua edhe një plan afatgjat për siguri nga ana e Bashkimit Evropian, ku mendohet që rreth 800 miliard euro të shpenzohen në vitet në vazhdim nga Bashkimi Evropian për të rritur sigurinë pra nëpërmjet armatimeve apo edhe mjeteve të tjera të mbrojtjes, pasi kjo është ajo që duhet theksohej edhe vetë zoti Rute përmendi dje, aleanca si kjo e NATO-s nuk është për të sulmuar, por është për të qenë të përgatitur për të mbrojtur në raste sulmesh që na vinë nga jashtë dhe siç e tha dhe ai, le të bëhemi aq të fuqishëm sa askush të mos ketë guximin për të na sulmuar në të ardhmen. Po e lexoj qartë në retorikën tënde se pret që edhe Spanja ta pranojë këtë propozim, edhe të gjitha vendet anëtare të aleancës të kenë kështu në fund të punimeve të këtij samiti një miratim të 5% të prodhimit të brendshëm bruto? Po, besoj se do të arrihet. Nuk besoj se është momenti për të pasur këto ndasira brenda aleancës së NATO-s, por gjithsesi politika është shpeshherë shumë e paparashikueshme, kështu që le të shikojmë se si do të përfundojnë punimet dhe se si do të jetë verdikti final. Ky samit kishte në vëmendje edhe një çështje tjetër që ndodhte në fakt për herë të parë, duke patur parasysh se Donald Trump do të takohej për herë të parë pas marrjes mandatit të tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë me liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Aleancës. Mund të themi si i pat qëndrimet e tyre? Po, në fakt tregoj pikërisht atë frymën e bashkëpunimit, zoti Trump u shpreh gjithashtu siç e thatë dhe juve në kronik, pra që jemi ALA dhe jemi bashkëpunëtor dhe duhet ecur me këtë frymë. Nga ana tjetër, siç e thash e parë që gjatë këtyre 2 ditëve, të paktën në ditën e parë të punimeve të samitit, por edhe sot duket që ka dhe një vëmendje të shtuar sidomos ndaj aktorit të Bashkimit Evropian, pra rolit dhe fuqisë që do të luajë dhe duhet të luajë Bashkimi Evropian në këtë aleancë, por edhe në kuadër të sigurisë së kontinentit evropian si tërë, duke bërë të mundur që të kishim tashmë disa aktor me rëndësi të pranë në këtë samit, nga njëra anë NATO-s, presidenti amerikan zoti Trump, por edhe Bashkimi Evropian, organizëm me institucionin e saj kryesor për Komisionin Evropian, por edhe vendet anëtare. Nga ana tjetër nuk duhen harruar edhe aleatët e tjerë anëtar të NATO si Mbretëria e Bashkuar apo Turqia, të cilët mbeten dhe këta aktorë shumë të rëndësishëm, me peshë të rëndësishme, të cilët dhe gjatë deklaratave janë shprehur për ta vazhduar këtë bashkëpunim dhe për sidomos dhe për një mbështetje më të madhe edhe ndaj Ukrainës, që nuk duhet të thënë pra ishte pjesë e këtij samiti
Samiti, ku dhe zoti Zelenski pati një deklaratë për shtyp duke kërkuar më shumë mbështetje, më shumë mbrojtje dhe më shumë armatime në kuadër të një lufte që tashmë ka më shumë se 3 vite që është në vazhdim dhe nuk duket sikur do përfundoj shumë shpejt. Ka një rrezik në gjykimin tënd për një lënje pas të asaj që po ndodh në Ukrainë, pavarësisht një progresi që patën, mund të themi, takimet edhe diplomacia me konfliktin e ri që kemi në lindjen e mesme? Është vënë re, pra është vënë re që jo le të themi që është hequr vëmendja, por duke qenë që janë shtuar problematika apo situata të tjera, nuk ka qenë vëmendja 100% vetëm tek Ukraina. Por me samitin besoj që deri diku vërtetuar përsëri që konflikti me Ukrainës dhe Rusisë vazhdon të jetë i rëndësishëm, të paktën për Bashkimin Evropian dhe për vendet europiane, të cilët do ta vazhdojnë mbështetjen e tyre dhe do ta vazhdojnë atë vullnetin e tyre për ta mbështetur Ukrainën për të mbrojtur nga Rusia. Ndërkohë që nga ekspertë të ndryshëm dhe nga artikuj që arrita të lexoja, vihet re që nuk është e njëjta angazhim apo e njëjti vullnet apo entuziazëm nuk u pa nga ana e presidentit Trump për sa i përket Ukrainës, ndryshe nga Bashkimi Evropian apo vendet europiane që janë gjithmonë më vokale dhe më mbështetëse për sa i përket zotit Zelenski dhe luftës që po bëhet në Ukrainë. Gjithsesi nuk do të hiqet asnjëherë vëmendja, nuk do të hiqet asnjëherë rëndësia që ka ky konflikt, sidomos për kontinentin evropian dhe për vetë Bashkimin Evropian. Një element që ishte i rëndësishëm fakti që zoti Zelenski u mundua që të nxirrte në pa pikërisht atë çfarë i është premtuar pra Ukrainës, antarësimin në NATO e më pas antarësimin në Bashkimin Evropian, por pa që ishte një element që deri diku u mënjanua apo nuk u theksua nga përfaqësuesit e tjerë të samitit, duke lënë deri diku në heshtje këtë pjesë, mbase duke nënkuptuar që mbase nuk është akoma momenti që të flitet për zhvillime të tilla. Faleminderit Nirvana, faleminderit që ishe me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë për gjitha informacionet që ndave me ne.